A kina problem financiar, a kina smundje, a kina hall, a kina problem që ty do këtë i pasgjellshëm. Edhe ti sonte lutesh, nesër sa ka bret, s'ka kur gjë tre, thu, s'pas ka kur gjë për kësaj pune. Dije që u korite, se mas nesër Allah e ka caktu ti me u shliru. Ka njerë ti jenë zarë, edhe thu, jo, në kom qef që tash me u shliru, bën sabër. Fitoria jote është nëse ti nuk e humb shpresën. Dështimi jëtë është nëse ti e humb shpresën edhe nëse i te i kalon këtë problemet. Po e zomë, son të jenë zarë, nështë Allahu e ka shkru, mas nesër mu shliru. Allahu dënë me të po të angazhu hala ma tepër. Shpesh herë të nërun lazën njerëzit kër janë halë vinë dhe këshilohen. Unë ju thamë gjithmonë luto, thot po lutna, mirë, vazhdo me u lutë. Për një halë, nëse e lutë 100 herë, aty të vynë ves një zgjidhje, ves një herë, ves njërën lutje me ta pranu Allahu. Edhe po e zonë ta ka pranu lutjen e 100. Veç bën janë vete një pytje, që ato 99 lutje që i ke bo parat 100-ës, qka bëhet me to? A je qarë, apo je hops? Qarë je gjithësysh. Pse? Për arsye se na e dim se lutja i ka njënën për 3 epilogjeve.